Efsët dhe Hazregjet, nga jeta e të dërguarit Muhammed a.s. Fiset Efs e Hazregj kishin aleanca me disa prej fiseve qifute që jetonin pranë tyre në Jethrib. Por raportet mes tyre ishin shpesh të ndosura dhe plot mëri. Jo vetëm nga që qifutet monoteist, të ndërgjegjshëm si populli i zgjedhur i Zotit, i urenin arabët politeist, duke dashur sa kaq t'i nderonin deri diku për fuqinë më të madhe. Në çast të konflikti e frustrimi, qifutet thoshin prore: koha e një profeti që do të dërgohet është afër. Me të do t'ju vrasim, tamam si që u vran Adi e Irami. Dhe kur pyeteshin se nga do të vinte i dërguari, rabinët dhe fallxorët e tyre tregonin gjithmonë ka Gjemeni, që për ta ishte dhe drejtimi i Mekës. Kështu që, kur arabët e Jethribit dëgjuan se një burr në Mekë në të vërtet ishte deklaruar i dërguar, hapen veshët e u interesuan edhe më tepër kur dëgjuan diçka për mesazhin e tij, sepse njiheshin më shumë prej parimeve të fesë besim drejt. Në çaste më miqësore, qifutet u flithin shpesh për njohshmërinë e Zotit dhe synimet të mbram të njeriut, çështje të cilat i diskutonin tokë. Ideja se do të ngriheshin nga të vdekurit ishte veçanërisht e vështirë për t'u pranuar nga politeistët. Dhe duke vënë re këtë njeri, nga rabinët tregoi nga jugu e tha se andejmi po vinte një i dërguar, i cili do të pohonte vërtetësinë e ringjalljes. Por përgatitja e tyre më e thellë për haberet nga Meka kishte ardhur tërthorazi, nga një qifut i quajtur Ibn el Hayaban, i cili që shpërngulur nga Siria dhe kishte shpëtuar mas së një herë oazin nga thatësira me lutjet e tij për shi. Ky njeri i përzotshëm kishte vdekur rreth kohës kur i dërguari kishte marrur shpalljen e parë. Dhe kur e kishte parë veten buzë vdekjes, siç u tregua më vonë Efsëve e Hazregjeve, ai u kishte thënë atyre rreth tij: o qifut, si mendoni? Ç'më bëri të lija një tokë me bukë e verë për një tokë me mundime dhe uri? Ti e di më mirë, i thanë. Erdha në këtë vend, u gjegj ai, në pritje të daljes së të dërguarit, koha e të cilit është afër. Në këtë vend do të shpërngulet. Shpresoja se do të nisej në një kohë që të arria ta ndiqja. Vakti i tij po ju afrohet. Këto fjalë u morën fort për zemër nga disa të rinj qifot, që i dëgjuan, të cilëve u mundësuan që më të ardhur koha ta pranonin të dërguarin, edhe pse nuk ishte qifut, por përgjithsisht, ndërkohë që arabët ishin pro personit, por kundër mesazhit, qifutet ishin pro mesazhit, por kundër personit. Sepse si mund të dërgonte Zoti një të dërguar që nuk ishte nga populli i zgjedhur? Megjithatë, kur pelegrinet sollen habere për të dërguarin në Jethrib, qifutet u interesuan pavarësisht vetvetes dhe i pyetën etshëm për më shumë hollësira, dhe kur arabët e oazit e ndjen këtë etje dhe pranë se si natyra monoteiste e mesazhit e riste 10 fish interesimin e rabinëve, nuk mbeten pa u impresionuar, sepse ishin ata lajmësiellësit. Veç konsideratave të tilla, Hazregjet ishin plotësisht të vetëdijshëm për lidhjet e tyre të forta fisnore, pikërisht me njeriun, që tani pohonte të ishte një i dërguar, dhe i cili kishte vizituar Jethribin me të ëmën në fëmijëri, dhe që atëherë, me së një herë rrugës për në Siri, sa për Efsët, njëri prej përjesve të tyre e Bukejsi,
Ishte martuar me një mekase, e cila ishte hala e Verekas dhe e Hatiqës. Ebu Kejsi kishte ndenjur shpesh me familjen e të shoqës dhe respektonte opinionin e Verekas për profetin e ri. Të gjithë këta faktorë të plotësuar nga raportimet e vazhdueshme të haxhinjeve dhe vizitorëve të tjerë nga Meka, filluan të bënin efekt mbi njerëzit e oazit, por her për herë shumica e vëmendjes së tyre ishte qëndërsuar te problemet urgjente të punëve të tyre të brendshme. Një grindje mes një Efsi dhe një Hazreqi që përfundoi me gjakderdhje, kishte vërshirë gjithnjë e më shumë klane të dy fisëve. Madje edhe qifutet kishin mbajtur anë. Ishin zhvilluar tashmë 3 betejë, por në vend që të ishin vendimtare, ato ua kishin ndezur shpirtrat burrave dhe më tepër duke shumëzuar nevojat për hakmarrje. Një betejë e katërt në shkallë, më të madhe, dukej e pashmangshme. Dhe pikrisht prej saj, kryetarët e Efsit patën idenë të dërgonin një dërgat në Mekë për të kërkuar Kureshëve ndihmë ndaj Hazreqeve. Tek po prisnin një përgjigje, i dërguari shkoi tek ata dhe i pyeti nëse do të donin diçka më të mirë se ajo për të cilën kishin ardhur. Ata pyetën se ç'mund të ishte kjo, dhe ai u tregoi për misionin e tij dhe fenë që ishte urdhëruar të predikonte. Kështu, ai u këndoi disa sure dhe kur përfundoi një iri me emrin Lias, djali i Muadit, thiri: "O njerëz, pasha Zotin, kjo është më e mirë se ajo për çfarë keni ardhur." Por prijesi i delegacionit mori një grusht dhe ja hodhi të riut në fytyrë duke i thënë: "Boll fole, pasha jetën time, kemi ardhur për tjetër gjë." Iljasi ra në heshtje, e dërguari i la. Kurejshet u refuzuan kërkesën për ndihmë dhe ata u kthyen në Jethrib. Pak pas kësaj, Iljasi vdiq e ata që ishin të pranishëm në vdekjen e tij thanë se dëgjuan të dëshmonte pareshtur njëshmërinë e Zotit e ta madhëronte, lavdëronte, lartësonte atë deri në fund. Kështu, ai numërohet si njeriu i parë në Jethrib që hyri në Islam.